Policia e Shkodrës ka referuar në prokurori disa raste që lidhen me aksidente rrugore, dhunë fizike dhe zjarre në banesa dhe objekte. Ngjarja më e rënd u regjistrua në aksin Koplik-Bajs, ku një 55 vjeçar nga fshati Eran, duke drejtuar automjetin dyshot ka kryer një manovër të gabuar dhe është përplasur me mjetin që drejtoi nga një 20 vjeçar. Si pasojë e aksidentit, të dy drejtuesit e mjeteve mbetën të lënduar dhe ndodhen nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën. Për 55 vjeçarin ka nisur procedimi penal në gjendje të lirë. Një tjetër rast I referuar lidhur me një konflikt të çastit, ku një 47 vjeçar nga fshati Trush dyshohet se ka goditur me grush një 44 vjeçar për motive të dobta. Edhe për këtë rast ka nisur procedimi penal. Ndërkohë dy banesa u përfshin nga zjarri gjatë ditës së djeshme. Rasti I parë u regjistrua në fshatin Grudere, ku flakët ranë në shtëpinë e një 42 vjeçari, ndërsa rasti I dytë në lagjen Skënderbek, në banesën e një 34 vjeçari. Në të dyja ngjarjet dyshohet se shkak ka qenë rrjedha e gazit nga bombulat, ndërsa fatmirësisht janë raportuar vetëm dëme materiale. Po ashtu në fshatin Paçram të Vaudesit ka rënë zjarr në një stall bagëtish që prej vitesh nuk përdorej, në pronësi të një 66 vjeçari nga Bushati. Dyshimet paraprake flasin për zjarr të rënë aksidentalisht dhe nuk raportohet për të lënduar. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë me jurisdiksion të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme hetimore.